Arpënor Muja tundi rjetën dje me Centru i Den ndërsa u aktivizua në pjesën e dytë. Sulmuesi i kraut të djathtë vullosi rezultatin 1-4 për ekipin e tij në transfertën e Dender. Goli i Mujës u regjistrua në minutën e 87, ishte një goditje nga distanca me të cilën përshëndeti rjetën. Centru i Den kryeson kampionatin aktualisht në Belgjik ndërsa Royal Union do luajë ndeshjen e tij. Muja po bën mjaft mirë me ekipin belg ku e pati golin e 4 në kampionat. Dje ndërkohë u rikthye pas 2 ndeshjeve pezullim për shkak të një kartoni të kuq. Hera e fundit kur merrte minutat e kombëtarja, Arpënor Muja ishte në nëntorin e vitit 2023.